Sogol, një nga le të themi strategjitë që vërehet është tërheqja e Turqisë në këtë konfliktin e madh, në këtë zjarrin e madh që është ndezur në Lëndin e Mesme. Së fundmi ka padur një raketë të tretë, sirena alarmi në Adana, ka padur lajme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë njoftuar qytetarët e tyre që të largohen nga juglindja e Turqisë, ndërkohë presidenti Erdogan ka deklaruar që sido që të jetë puna, Turqia nuk do të përfshihet në këtë luftë. Çfarë po ndodh? Në fakt shumë forca qoftë nga Izraeli, po ashtu edhe Amerika, po ashtu edhe Greqia, po edhe disa vende të tjera të rajonit, pra siç është vendet e gadishullit arabik, po mundohen, po bën të pamundur që të fusin dhe Turqinë në këtë luftë, sepse nëse futet Turqia në këtë luftë, atëherë nuk është më një luftë sikur është tani apo edhe ndryshe, po do të jetë një luftë krejt kolosale ku pastaj bëhet fjalë që të luftojë Turku me Turkun, sepse nëse futet Turqia është edhe Azerbajxhani dhe dihet që edhe gati gjysma e popullit të Iranit janë azeri. Në Turqi ka zëra të ndryshme, pra ka edhe ish generalët e ushtrisë që tashmë që janë në pensionosha prej dekadash. Ata thonë që Turqia duhet të vlerësojë çdo lloj situate dhe do ta mendoj që nëse do ishte Turqia në vend të Iranit në ditët e sotme, çfarë do bënte Irani për Turqinë, do të më bëhet Turqia, por burimet zyrtare që nga presidenti zoti Erdogan ashtu dhe Hakan Fidan, por edhe ministri i mbrojtjes shprehin që në asnjë mënyrë Turqia nuk do të futet, biles edhe për ato 3 bombat që janë azjesuar nga kundërprerët e NATO-s, ende ka shumë pikpyetje në të cilat a me të vërtet janë nisur nga Irani, si hartë e Iranit, po janë nisur nga vetë ato mbrojtja mozaike e Iranit, apo janë edhe gjëra të ndryshme të cilat quhen ndoshta edhe si teori konspiracioni, por janë provokimet Izraelit e cila mundohet fusë Turqinë në këtë luftë, por vetë presidenti Erdogan në asnjë ku dihet shumë mirë që bisedat direkte mes Pezeshkianit, po ashtu edhe Arakçis, ministrit të punëve të jashtme të Iranit edhe presidentit e Izraelit janë të vazhdueshme, pra janë përditshme, po ashtu edhe Hakan Fidani me kolegun e tij e ka bisedime të njëjtën kohë, bëhen bisedime edhe me Azerbajxhan, ku dihet që Turqia dhe Azerbajxhani thotë jemi një popull për 2 shtete dhe një popull. Dhe me këtë pikpamje Turqia nuk do të futet në këtë luftë. Unë ende insistoj rreth që nuk do të futet në këtë luftë, sepse duke parë diplomacinë e Turqisë, jo thjesht vetëm këtë dekadën e fundit apo me ardhmën e presidentit Erdogan, por edhe shumë më parë, pra që me themelimin e Turqisë moderne është një shtet e cila e di forcën e vet, e para, e dyta nuk kërkon luftë dhe kaos në rajon, dhe e treta që ditë luaj në diplomaci, ditë luaj shumë mirë, sepse vetë domethënë thënia e themeluesit të Turqisë moderne thotë paqen atë, paqen në botë. Pra kanë disa gjëra të cilat nuk është gjë që do të jetë një fitim për Turqinë, por nëse cenohet vetë harta gjeografike dhe sovraniteti i Turqisë, Turqia unë nuk besoj që do të lëshoj në asnjë mënyrë, sepse këtu kemi edhe raste konkrete të kohës moderne, pra për 12 vite më parë, cila edhe në mos dëshiren e NATO-s dhe aleatëve të NATO-s, Turqia ka rrëzuar edhe avion turqit cilat kanë kaluar linjë ajrore turke, pra atëherë kur veproshin në Siri. Pra në këtë konflikt i cili nuk i përket direkt pra Turqisë, ose nuk bëhet fjalë për problemet e sovranitetit të Turqisë, Turqia nuk futet në këtë luftë, por në tavolinë e diplomacisë është fort dhe është duke bërë të pamundur, edhe pse për mrena pra politikave të mrenshme të Turqisë, me të vërtetë që dita ditës po kemi zëra të ndryshme shumë, qoftë nga opozita kryesore, por ashtu edhe njerëz të tjerë të cilat nuk ndajnë mendimet e qeverisë. A është e vërtet që në kufirin e saj me Iranin është në Turqia, le të themi, është vendosur në alarm
për shkak të situatës, ndërkohë që ka sjellë në kufi edhe raketa interceptuese Patriot. Me që lexova. Por në fakt Turqia ka në mes më shumë se 14 vite që kërkon raketat mbrojtëse pra sistemin Patriot, por nuk i është shitur Turqi, sepse dije që Turqia është sankcionuar nga Amerika me sanksione të katësa, e cila ju vehet këtë sankcionime vetë armiqve të saj, pra edhe pse është anëtare e NATO-s së tjetër gjë. Dhe e ka kërkuar, por kur erdhi Preda e parë, pastaj e dyta, automatikisht pra NATO, normalisht do të thënë që diplomacia e Ankaras dhe vetë presidentit Erdogan ja arriti të marri pra një seri raketash Patriot pra për mbrojtjen e Turqisë, ku të cilat janë ndër, por normalisht që numri i tyre nuk tregohet sepse punët ushtarake atë që shohim ne janë tjetër, por ka vendosur një sër raketash në Malatya të Turqisë, pra aty pikërisht ku është edhe kufiri mes Turqisë dhe Iranit. Kjo është edhe një sukses në fakt në atë pritshmërinë që kishte Turqia prej 3-14 viteve dhe ja arriti në një kohë shumë ashtu, por në njëjtën kohë duhet parë edhe që këto gjëra duke shfrytzuar edhe vetë situatën në rajon, po ashtu ka ecë edhe Greqia ka ecë shumë përpara, ku ka armatosur disa ishuj të cilat me marrëveshjen e Lozanës dhe të Parisit pra janë të ishuj që nuk duhet të armatosen. Edhe Turqia ka marrë vetë, domethënë, si ti themi ne, domethënë ka marrë barrën për më këtë peshë edhe vetë këtë barrë për më edhe vetë, ku Kipri tash është pikë kryesore, por në kufimin e Iranit, siç thash pak më parë, raketat Patriot, pra sistemi i mbrojtjes Patriot janë dhe shumë interesante që për herë të parë, për shembull, presidenti Erdogan pas raketës së parë balistike që pa të ardhë drejt Turqisë, e cila është azjesuar nga forcat e NATO-s. Në fakt, Erdogani ka thënë që çdo gjë e kemi të sigurt, pra edhe gjithë sistemin tonë, qoftë ajror, qoftë malor, po qoftë edhe detar, jemi të siguruar dhe asgjë nuk ja kemi lënë shansin. Pra nuk kemi më inshallah e mashallah, por tashmë jemi të siguruar, e cila direkt pas 2 ditëve filluan të vinë edhe sistemi mbrojtjes Patriot. Cila është e vërteta e këtyre raketave, Sokol? Do më thënë, janë vërtet raketat nisura nga Irani, janë raketa që janë nisur në një vend tjetër, por që janë interceptuar nga NATO, se thuhet që mund të jenë nisur për në Kipro, por janë interceptuar nga NATO dhe kanë rënë në Turqi, apo janë vërtet raketat nisura drejt bazës Incirlik, që është bazë bërthamore me që kemi dëgjuar, Po, Turqia ka shprehur haptas që Amerika nuk ka bazë amerikane. Këto janë bazat e NATO-s, pra janë bazat ushtarake të Turqisë dhe jo të Amerikës, por gjithsesi në të gjithë botën dihet që Amerika ka baza ushtarake të veta, qoftë në Incirlik, qoftë në Izmir dhe në disa vende të janë në det të zi, por gjithsesi janë në mbrellën e NATO-s, pra në zyrtarisht ashtu dihet. Kurse e vërteta për ty ne janë të gjitha të çfarë thotë, sepse dihet që në këtë pikë red ka shumë spekulime, të cilat deri diku mund të quhen teori konspiracioni, por deri diku kanë edhe një të vërtetë brenda që i themi ne shqip ku ka zjarr, ku ka domethënë ka edhe pak zjarr, por që lënë edhe disa gjëra për të dyshuar realisht është që ajo prella e parë, për shembull, dihet vetëm prella e cila ajo që shohim për shembull në fotografi dhe në video është prella anti-prell, pra jo prella, pra ku ishte ajo që është azjesuar. Po ashtu edhe në të dytën kemi të njëjtën gjë. Pra me të vërtetë këtu strategjia e Ankaras dhe më thotë mendja mua dhe inteligjenca e Ankaras, pra miti turk është në si të themi, është zgjuar për të tema të cilat me të vërtetë ndoshta edhe një gjë brenda NATO-s mos jep një alarm të tillë, pra eliminu me një bombë atje në ajër dhe raktu, pra dhe këto janë të gjitha ashtu dhe duke parë në fakt dhe të gjitha këto nga që nuk janë ashtu dhe reagimi i Iranit zyrtarisht qoftë nga presidenti, nga ministri i punëve të jashtme që thonë që në asnjë mënyrë, pra nga sistemi jon mozaik, pra i cili bëhet fjalë për 31 ushtri apo për 99 ushtri
të ndarë të cilat veprojnë pa marrë urdhë nga lideri i tyre suprem apo nga kryekomandanti i tyre. Atë thonë që nuk kemi nisur asnjë gjë në drejtim të Turqisë dhe nuk do të niset kurrë në drejtim të Turqisë, po ashtu edhe në drejtim të Azerbajxhanit. Pra, nëse shohim të dy anet, këtu tashmë diçka që por ka ardhur nga një dikush tjetër ka nisur nga Irani për drejt Turqisë, apo me të vërtetë ka nisur një nga ato forcat e mozaike. Atë nuk i dihet, por domethënë të paktën në burimet e hapura nuk e dim ne, por besoj që Turqia i ka informacionin në lidhje me këtë, sepse nëse një bombë niset nga dikun se ku është nisur dhe nga është nisur, tashmë ajo ka hes teknologjia dhe arrihet të dihet. Pra Turqia besoj që e din atë. Punë dhe reagimet e Ankaras, edhe pse kanë fidant. Për shembull, disa herë është shprehur shumë ashpër kundra Iranit, por qoftë edhe reagimet e tij që Irani nuk duhet në asnjë mënyrë të sulmoj vende tjera përveç Amerikës dhe Izraelit. Përsëri, presidenti Erdogan ka marrë një gjakftësi, ku siç thashë pak më parë, që telefonata dhe bisedimet të direktme besoj që kanë një rol pozitiv, plus që Pezeshkian është turk dhe flet turqisht, pra Erdogan nuk ka nevojë edhe për përkthyes mes tyre, cilat besoj që din të zgjedhin ata probleme që kanë, por ato ka spekulime të ndryshme nga për të tre bombat, por gjithsesi redi një gjë që ka ardhur nga ne ka ardhur te dhe e cila ndoshta ky është edhe një sebeb, pra është edhe një shkak e cili i forcon marrëdhëniet e Ankaras me NATO-n në atë mënyrë sa që ndoshta për dekada më radhë nuk kishin qenë kaq të forta. Ndërkohë u diskutua shumë për faktorin kurd. Zoti Braj u diskutua deri në pikën që Donald Trump telefonoi dhe dy lider kryesor të kurdëve. Çfarë pozicioni dhe çfarë qëndrimi po mbajnë kurdët aktualisht në raport me luftën që po ndodh midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit? Po, kurdët janë në një gjeografi shumë të gjerë, siç e dinë edhe ti, redhe që nga Siria, Iraku, Irani, Turqia, në të gjithë zonën janë një pjesë e konsiderueshme kurde dhe ato në fakt kanë edhe tip ashirete që quhet në Turqi, pra janë në klanet e veta, por forcat politike qoftë në Turqi apo në Irak janë shprehur krejt hapta, të cilat në asnjë mënyrë nuk do të marrin pjesë pra në një strategji izraelito-amerikane, por edhe nëse dëshirojnë të marrin pjesë, në fakt parandalimet kryesore kanë qenë nga Irani, të cilat në Erbil dhe në disa vende janë bombarduar të gjithë bazat e kurdëve dhe bazat amerikane, të cilat përkrahin kurdët për destabilizim në atje kusën e pa nga ana politike. Mesut Barzani, pra lideri i tyre në Iraki, Kurdistanit të Irakut, ai ka thënë që jo në asnjë mënyrë nuk të marrin pjesë dhe në fakt lind edhe pyetja se si kurdët, ku tashmë dihet që prej 2-3 dekadash më radhë janë totalisht sponsorizuar nga Izraeli dhe Amerika për kaos e cila atyre ju është premtuar një shtet i fortë në këtë toka dhe nuk e arritën në asnjë mënyrë, pra edhe kurdët janë shumë të zhgënjur, pra siç e thuan edhe vetë shumë kurdë nga intelektualët kurd që kurdët tashmë ju ka ardhur mendja dhe nuk do të bëhen më mish për tok, pra as për Izraelin dhe as për Amerikën, dhe ky ndoshta ka qenë edhe ajo pika kryesore që i ka lënë kurdët të ikën më tonë, por nga një ana tjetër duhet thënë që edhe forcat e inteligjencës, qoftë izraelite, Mossad apo CIA të tjera, normalisht diçka mundohen të bëjnë në atë kund, por zhgënjimi i kurdëve ndaj Izraelit dhe ndaj Amerikës tashmë është i qartë, sepse siç dihet, pra kemi kaluar vetëm 5-16 muaj nga ardha, nga ndrrimi i regjimit në Siri, e cila të prikshin që të kishin një Kurdistan të vetëm, por Mazlum Abdi, pra lideri i tyre i forcave demokratike kurde pra në Siri, u detyrua që të shkojë të bëjë marrëveshje me Damaskun, pra me Mehmet Ashara. Pra një zhgënjim që e shohin vetëm si të mashtruar nga Amerika dhe nga Izraeli, tashmë duket që nuk do të jetë, plus edhe forcat revolucionare të Iranit dhe vetë gjeografia që i ka falë zoti i Iranit, me të vërtetë që është shumë e vështirë për të deportuar, edhe pse në fillim fliqëm edhe bashkë Irani doli një luftë 2 javore, paktën apo gjatë 2
krimet më makabra që janë bërë në Gaza për gjatë 2 viteve. Irani ishte një luan në letre, as kartoni jo, por letre fare. Tash më duket që ne na kanë nxjerrë të gjithë dhe blluf dhe forca e Iranit me të vërtetë që pas ka qenë strategjia e durimit e cila është në teori në marrëdhëniet ndërkombëtare që tashmë po aplikon në Irani dhe me të vërtetë po bën të paguajë faturat e mëdha për të gjitha vendet dhe aleatet e Amerikës.